Për me që dramatizu pak, isha të menu shumë për martesën, dhe jo vetëm sot, po gjatë gjithë ditëve që kemi diskutu si temë, që do t'jetë tema e këtij edicionit Elite Way. Nuk e di ku e kam dëgju, po më pëlqen shumë martesa, në fillim është si vajrlesi, fillimisht vjen shumë sinjali i fortë dhe pastaj shkon duke lyp sinjalin çdo cep të shtëpisë. Kështu që, po, martesat në fillim e kanë gjithë vrullin e dashurisë, të emocionit, përkushtimit dhe të angazhimit të ndërcjellët dhe pastaj, si që theti pak më herët, shkojnë duke u bërë rutinore dhe kjo rutina ka dal e mbyt lidhjen dhe martesën. Por, unë mbi të gjitha mendoj që nuk ka martesë pa probleme, sepse ne jetojmë përdit me dinamikat e jetës, me shqetësimet, me hallet e përditshmërisë, në një martesë të përbashkët dhe presim që gjithçka me shku perfekt, por perfeksion nuk ka as në martesë, as në lidhje, as mes dy njerëzve. Andaj nuk ka martesa pa probleme, po ka martesa që funksionojnë duke u bërë bashkë çifti dhe duke i zgjidhur ato probleme. Që ta kemi një kronik të duhur rreth martesës, të përgatitur nga gazetarja jon Erza Anila, po e ndjekim kroniken e kthehemi në studio ta diskutojmë së bashku me panelin.